Mirë, kemi mbritur në akuzë. Kemi mbritur në akuzë, nuk do mungon të akuza sot, dhe kemi Anduel Çekrezin, do bëjmë një akuzë të lezetshme për çështjen e energjisë. Qa ka në mendjen e Anduelit që do që të na e fusit e mendja jonë? Po ka në mendje që se mendojnë ministrat për shembull. Si shkon fare në përmendje. Le kryeministri që se këshillon njëri. Po dëgjoni gjë. Po merret me çështje më të mëdha. Po, i ka. Çfarë do i sugjerosh? Se kjo akuzë nuk mund të quhet, më saktë një akuzë me sugjerim brenda. Besoj që jam mësuar me këtë pjesën time, sepse gjithmonë pak a shumë kam qenë njeriu që në sektor gjithmonë kam kërkuar. Tani jemi në pjesën ku jemi përballë një ndryshimi të ri të ligjit bazë të energjisë elektrike, që është ai 2015-s, pra para me ndodh një herë në 11 vjet kjo punë. Kështu që ky është një moment i cila sigurisht vjen për shkak të nevojës që kemi për të parafruar legjislacionin ton të sektorit me atë të Bashkimit Evropian, dhe sigurisht që kjo hap, po themi, lojën për të adresuar gjitha ato problematika që ne kemi. E thënë shkurt që kërkoj, është kjo, është mundësia që ato të drejta që ligji jep për kategoritë të caktuara të konsumatorëve tanë, po themi, të energjisë elektrike, t'jenë të prekshme për gjithë. Për ta thënë thjesht fare është kjo. Si bëhet kjo? Për ta thënë thjesht është kjo, që ne kemi sot një skemë të vetë prodhimit të energjisë elektrike. Pra kemi parë që biznese, individ, apo jo, instalojnë sot panele fotovoltaike dhe përdorin ato energji për nevojave tjare. Tani pyetja në rrjet. Sigurisht, kanë gjithë benefitin, për ishtë vërtetës, kjo është një skemë shumë e promovuar, e mirë, e drejtë deri diku. Shton prodhuesit. Për shkak sepse dhe kemi arrit në niveli 400 MW, që është një kapacitet shumë i madh për ishtë vërtetës në rajon, dhe për këtë jemi avangardë dhe shumë mirë që këtu qeveria na ka dëgjuar. Ajo që sugjerojmë është kjo, mundësia që, për shembull, unë jetoj në apartament. Nuk e kam qatin mbi kokë që të vendos panel. Sa mas tokë që ti vendos. Besoj edhe jo, problemi që ndodhë është që për të përdorur energji në shtëpinë time, nuk kam ku t'i vendos, dhe për jedhoj nuk mund t'jem një vetë jam i përjashtuar në skemë. Atëherë, ligji deri diku nuk është i prekshëm për gjithë. Çfarë do të thotë? Nëse ne bëjmë një skemë e cila të kenë mundësi qytetarë, pse jo të mos e prekin gjithë me radhë. Pra ajo që do të them është kjo që çfarë kam kërkuar në këto tryeza, që për vërtetës vëmendja është e lartë edhe na dëgjojnë në këtë drejtim. Është alternativa që ke dhënë ti njëherë për këtë lloj konsumatori. Alternativa konkrete është kjo, që të vetë prodhohet energji dhe një vend të tjetër pavarësisht vendodhjes së konsumatorit. Që do të thotë, në të jeton për shembull ta marrë energjinë nga fushë preza. Eksakt. Nëse ky pallat vetë organizohet në formë të komuniteteve, që janë forma të reja, komunitetet e energjisë, bravo, kooperativat energjetike, se dole fiks në temë, kooperativa në fakt quhen, po për t'i dhënë një term tjetër, janë quajtur komunitetet e energjisë. Jep më lehtësisht sa i privati kanë tokë të vetë. Patjetër që janë më lehtësisht, sepse është siç tjetë skema e vetë prodhimit sot. Që ti ke një procedurë, sigurisht,